kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Çfarë thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Jeni një person i denj, hynor në univers. Ju dini të zgjini konfliktet në mënyrë paqësore. Ju personi tuaj të zemrës i jepni gjithmonë energji pozitive. I çoni atë pjesën e botës tuaj të brendshme që keni shumë pozitive. Jeni një person i matur, një person me këmbë në tokë. Jeni e lumtur në këtë univers, përshkojeni nga këto ngjyrat e ylberit në të lavjerse dhe meditoni në kopshtin tuaj magjik për të bërë realitet ëndrat tuaja. Jeni një person shumë i denj. Ju shikoni vete në këtë liqen pasqyrë, në këtë oazë të mrekullueshëm dhe doni të keni një liri emocionale. Pra, të hypni një tikali të paqes dhe me këto krah të këtij ëngjëlli të fluturoni drejt këtij universi pafund magjik. Jeni zemër e universit, një person shumë pozitiv, që keni një aurë magnetike të ndriçuar në univers. Këto ishin disa mesazhe të orakullit për ditën e sotme. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një zemër poshtë videos për të më suportuar që t'ju bëj video sa më të bukura, për t'ju mbushur me energji pozitive.